Dhe gjithë është më e bukura. Më e bukura është tek, domethënë aty ku jetoj unë, që njerëzit dhe ta shprehin mendimin se si janë dhe ti e din me çka ke të bësh. Shpesh herë ti nuk e di me kë ke të bësh sepse Jo kam, e di në sekond. Baby të kuptoj në sekond. Kjo është gaforja te unë. Këto servilizmin, domethënë, mu më vjen për të vjellë. Të kuptoj në sekond. Okej. Të kuptoj në sekond. S'është se kuptoj unë. Edhe aty pastaj shikoj se si duhet silem aty. Sa do t'jap dhe sa meriton që unë t'jap. I pash gjithë dinamikat këtu. Kështu që se më thoshin jashtë, jo mos i fol këti, jo mos i fol se do futesha unë edhe i lexoja se nxorrën këto edhe thoshin. Absolutisht unë si dija se emrat njerëzve këtu. Ty, se të kam komshie, Indrit, kryepllakut shtëpis, se e qyta... S'është kryepllaku. Si quhet? Është kryefermeri. Kryefermeri, edhe këto gosat këtu, se po rri këtu, jo Nidon se kemi bë koncerte, festivale, qa koncertesh. Edhe... Një herë e kam takuar Mozën, para 25 vitesh, edhe këtë tjetër, Visin, e kam taku shpesh, para 4 vitesh, shpesh, se kisha lidhje edhe emisioni, edhe se një herë e kam taku Visin, 2 herë e kam taku Visin. Tjetër, këtë tjetër, për të kujtoj më gru. Kush ka tjetër? Më mirë të i the, ati është Moza... Lirin. Liri është era parë që unë e takoj. Se kam taku. Liri ma një femrin, unë ja një femrin. Po nuk kemi taku asnjëherë. Edhe Liri e kupton se që do të thotë kur i andej. E kupton. Liri më ka folë edhe mu 2-3 herë. Nga dhënë sa gjëra që... A i ngacmon, ato që duhet ngacmohen. Shikon Liri. Pa. You know? Pa. E kam mërë edhe unë. Ato, se me mus është sjell... Liri është pa, gjithmonë. Se s'kapse, se e shikon që ka diçka që e kemi jetuar të dy njësoj, atë Italin. Ka diçka aty që aji e kupton nga unë, që e ka bërë dhe vetë, you know? Po ti the një diçka që është tjetër mashkulli dhe tjetër femra. Kupton? Nuk janë do të them një rast, se kam thonë asnjëherë. Shkova mbas misit, kur fitova, këtë se kam treguar, po edhe nuk do të tregoj vetëm këtë detaj. Edhe e do merrja pjesë të një mis tjetër që ishte në Itali. Kisha flokët deri këtu, si Elisa. I kisha 16 vjeçë. Edhe dola e dyta të misi. E më kishin marrë hotelin. Vjen kjo italiani, një Pinjo Capella, edhe 16 vjeçë, më men, edhe mu fut në dom. Kam bë ninjën, dhe kam shku kam flejt në stacion trenit. Se s'kisha lek, ku të flia. Dhe kjo është morali që më da babi dhe mami. You know? Jo hajdut, jo me të kesh skifo nga vetja jote, si kam bërë këto gjëra. Kam dashuru dhe e kam bë. Kam dasht, më ka dash shpirti, po s'm ke ble. S'blijem kollaj. Edhe për këto jam very proud of myself. Se kam pas plot raste që mund edhe të thyesha, you know? Tjetër. Vetëmi kompromis që kam bërë është që zgjolla Italin. Sepse kisha një familje që mu bë familje. E zgjolla atë familje dhe kanë 25 vjetë që i du shumë. Li amo, i du vërtet se mu bën prindër edhe ndihmon shumë Elisën. Dhe Zoti mi solli sepse e pa që kisha nevojë. Edhe jam shumë mirënjohës. Shumë.
So, yeah. Dhe asë njëri sot vërtet si pse jemi këtu, se e di e thash me këtë kuptim që Zoti xha më dha shumë, u tregu shumë gjeneroz me mu. Më dha gjatësin, më dha, tashi edhe jemi plakur, of course, po dikur isha më ndryshe. Më dha shumë gjëra që më ndihmuan të eci përpara. Nuk them, po që nuk rash viktim e skifos që shikon. You know? Mbaj mend me Elisën, Lisa ishte e vogël, 4 vjeç, 5 vjeç. Edhe jetonin Bel Air. Një person shumë kur lindi Elisa, ajo më sillte, një person shumë i njohur në Shqipëri. Që i them faleminderit sot, ajo e di se kush është. Më sillte kek, se s'kisha çat haja. Më sillte kek, e bënte kekun vetë, ma sillte. Ti ku ke shkuar në Amerikë, ke shkuar me vajzën vetë? Me vajzën dhe me babën e vajzës. Ai s'kushtovi asnjë përkujdesje. Unë isha fëmijë, vajza ime ishte fëmijë. Duhet të përkujdeste. Nuk e bëri. I thash që të martohemi. Më tha, unë ta jam i pasur, ndërkohë që mua si që s'm kishte ngritur në jetë. Edhe biletën në avionit e paguajta vetë. Po e bëra fëmin tim Amerikan. Se doja t'jepja lirin që unë se kisha. E mos t'jepja racizmin që unë provova. T'jepja një jetë më të mirë. Edhe prandaj kam zgjell 3 vetëm. Se jam e dëmtuar. Edhe këto gjëra më shumë shkon në moshë. Edhe më shumë i përjeton brenda, you know? Edhe thua, fuck me. Se të shikoj njerëzit nga jashtë dhe thojnë, wow, kjo si mungon asgjë. You are melancholic. Jo unhappy, se nuk jam e palumtur. Po jam melancholic all the time. Gjithkohës. Kështu që Destiny, doja kaq shumë kalamaj. Doja një familje të madhe, se vlla ishte shumë i madh se unë, motra kishin jetën e tyre. Unë isha e vogla shtëpisë. Edhe sikur se përjetova shumë vetmin e vogël, doja shumë fëmijë të bëja vetë. Po me këtë i bëja. Kur s'kishe sigurin e jetesës, akoma. E thash, no, atëherë po mbaj fëmin tim. Po tani është vetëm bad memories, po që të krijojnë fastidio, që t'japin pak. Të kuptoj për çdo gjë që thua. Po. Edhe jeton me ato gjëra, i kujton. Ja, Erlisa 5 vjeçë, edhe mbaj mend që i shikoja blija ushqim kinez, si i thonë. Edhe prandaj si jam bras ushqimit, se kaq shumë s'kam grënë kur isha një kohë, sa tash ushqimin nuk e kam prioritet më. Haj se duhet ngo barkun, po s'kam më nep se gjëra, nothing. Gjithë jetën kështu. Që nga këto periulla. Edhe nuk kam joy kur haj. Elisa po hante, kisha blerë vetëm një porcion, sa aq kisha. Edhe po shikoja se mos lente një brokoli që të haja unë. E kur kalon këto gjëra, ti nuk lejon më njëri të flasin asnjë lloj farë mënyre. You know? Të të bien flokët gjitha nga këtu, e të të bien të gjitha.
ti nuk lejon më asë njëri të të flasë një gjysë fjale, se nuk e ka jetuar jetën tënde. So, yeah. That's life, though. That's life. That's life. Ta e bukur është ajo Frank Sinatra. That's what all people say. That's life. Cila? E din? Thuja, hak. Ja, të duhet me kujton. Ja, so. Unë ja fos kështu me that's life, that's what all people say. In April, in June. Sa e bukur është ajo. Kjo është nga ime. I love it. So nice. Edhe that's life in general. That's life. Shumë e bukur është. E adhurej atë këngë. So. Edhe kjo u prek që pari. Edhe ku shikon njerëzit që preken kështu, do të thotë që kanë vujtje brenda. Kush? Endri? Endri u prek për kalamonin e vet. Preket se dhe ai është e shikoj që ka, po nuk flet, nuk thot më shumë se necessario. Po e ndjej që ka dhimbje. Nuk di ta them, jam munduar disa herë të flas me to, ose të ashtu, po nuk kam